Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kjo grua piu lëng karrote çdo ditë për 8 muaj dhe habiti mjekët me atë që i ndodhi. Ana Kamerun ka një histori interesante. Në vitin 2012, Kamerun ju nënshtrua një operacioni për shkak të problemeve të zorrës së trashë, që ishte në fazën e tretë. Pasi burri i saj humbi betejën me këtë problem në mushkëri, ajo refuzoi edhe medikamentet. Ajo tregoi historinë e saj në blog ku njerëzit i mbijetojnë problemeve dhe tregojnë historinë e tyre. Në këtë blog ajo shkroi: "Në qershor të vitit 2012 u diagnostifikova me probleme të zorrës dhe pasi e mora vesh këtë, refuzova trajtimet. Çdo ditë fillova të ndihem më mirë, por pas 6 muajsh testet treguan se problemi ishte shpërndar në mushkëri dhe në zorrën e trashë dhe kishte hyrë në fazën e 4", citoi Kamerun. Kështu, duke parë se trajtimi nuk po tregonte rezultat, ajo filloi të kërkonte metoda alternative për të shëruar veten. Ajo gjeti historinë e një burri të quajtur Rafael Kol. Kur Kol ishte 26 vjeç, ai ishte diagnostifikuar me probleme të lëkurës. Sipas Kol, ai shëroi veten duke pirë çdo ditë lëng të bërë nga 2.5 kg karrota. Kamerun vendosi ta provonte këtë metodë dhe filloi të pinte lëng karrote në doza të ndryshme përgjatë ditës. Sipas saj, pas 8 javësh, testet mjekësore treguan se problemi i kishte ndaluar së përhapuri dhe kishte filluar zvogëlimi i entjeve në gjendrën e saj limfatike që ishte reduktuar, citon Health.com. 4 muaj pas kësaj, gjendrat ishin kthyer normaliteti dhe problemi kishte vazhduar zvogëlimin. Pas 8 muajsh, skanerimi në CT tregoi se problemi ishte zhdukur krejtësisht. Karrotat janë në përplot veti natyrale anti-inflamatore dhe karoteni ndihmon në ndalimin e krijimit të qelizave të reja të radikaleve të lira. Ajo citoi se ndihej më mirë me përdorimin e lëngut të karrotës. Kur mendoni për lëngjet, lëngu i karrotës me siguri është i fundit që u vjen në mendje. Lëngjet e portokallit, mollës, ananasit dhe rrushit janë më popullore. Sidoqoftë, nëse nuk e preferoni karrotën në gatime, pirja e lëngut të saj mund të sjellë një sër përfitime shëndetësore. Në këtë video, sipas Brightside, do të sjellim disa nga përfitimet që mund të keni nëse pini lëng karrote çdo ditë. Mund të rrisni metabolizmin tuaj. Vitamina B në lëngun e karrotës ndihmon trupin tuaj të ndajë yndyrnat, proteinat dhe karbohidratet dhe t'i shndrojë ato në energji. Ajo gjithashtu ka fibra dietike që ju ndihmojnë të menaxhoni peshën trupore. Lëngu i karrotës është shumë i mirë për shëndetin e syve. Vitamina A në lëngun e karrotës është helbësor për shëndetin e syve. Është e rëndësishme për ngjyrën dhe shikimin në drita të ulta dhe mbron sipërfaqen e syrit. Gjithashtu zvogëlon rrezikun për të marrë sëmundje të caktuara të syrit si degenerimi makular që lidhet me moshën, citon Health.com. Lëngu i karrotës mund të forcojë sistemin tuaj imunitar. Karrotat përmbajnë edhe karotenoide që veprojnë si një pararendës i vitaminës A, e cila mund të forcojë sistemin tuaj imunitar. Lëngu i karrotës mbështet rritjen dhe shpërndarjen e qelizave të cilat janë qeliza të bardha të gjakut që mbrojnë trupin nga infeksionet. Vitamina C që gjenden te karrotat gjithashtu mund të mbështesin sistemin tuaj imunitar. Mund të zvogëlojnë rrezikun e përhapjes së radikaleve të lira në trup. Karrotat përmbajnë lëndë ushqyese që kanë efekte antioksiduese të cilat mund të ulin rrezikun e përhapjes së problemeve të radikaleve të lira. Kjo do të thotë se ato neutralizojnë radikalet e lira të cilat mund të dëmtojnë qelizat tuaja, madje edhe dëmtojnë ADN-n. Fibra dietike në karrota gjithashtu mund të ndihmojnë në parandalimin e disa llojeve të problemeve. Karrotat janë të shëndetshme për lëkurën. Vitamina C, E dhe K, të cilat janë të pranishme te lëngu i karrotës, mund të promovojnë shëndetin e lëkurës. Vitamina C, përveç se është antioksidant, gjithashtu mund të bëjë që kremi dielli të funksionojë në mënyrë më efektive. Për më tepër ka një efekt antiplakje sepse ndihmon në prodhimin e kolagjenit, në shërimin e lëkurës së dëmtuar dhe parandalimin e rrudhave. Vitamina E gjithashtu mund të mbrojë lëkurën nga dielli dhe të trajtojë inflamacionin. Vitamina K luan një rol të rëndësishëm në shërimin e plagëve, kështu që mund të ndihmojë në plagë dhe në stria. Lëngu i karrotës është i mirë gjithashtu edhe gjatë shtatzanisë. Kur jeni shtatzan,
Keni nevojë për acid folik për hekur, për vitaminën B, vitaminën A, vitaminën C dhe kalcium. Lëngu i karrotës së papërpunuar është një burim i shkëlqyer i këtyre lëndëve ushqyese. Për shembull, një filxhan lëng karrote do ju ofrojë rreth 10% të sasive të rekomanduara të kalciumit në 100 gram dhe gjithashtu rreth 10% të përmbajtjes së rekomanduar të vitaminës C. Mund të përmirësojë shëndetin e trurit. Beta-karoteni mund të ketë efekte pozitive në aftësinë tuaj të njohur, sepse ka veti antioksiduese. Mund të zvogëlojë stresin oksidativ në trup, i cili mund të dëmtojë trurin. Kjo do të thotë se mund të zvogëlojë rrezikun e çrregullimeve të caktuara njohëse, si sëmundja e Alzheimerit dhe çmenduria. Lëngu i karrotës mund të mbrojë zemrën. Pirja e lëngut të karrotës mund të nxjisë shëndetin kardiovaskular për shkak të efekteve të tyre antioksiduese polifenole. Vitaminat dhe mineralet që gjenden te lëngu i perimeve, pra karrota, ndihmon në rregullimin e presionit të gjakut dhe lëngu i karrotës ndihmon gjithashtu në uljen e niveleve tuaja të kolesterolit. Përfshirja e dietës shuaj me këtë lëng vërtet çuditëbërës mund t'i japë trupit tuaj shumë përfitime. Ekspertët këshillojnë lëngun e karrotës të paktën një gotë çdo ditë, kështu do të merrni përfitimet e munguara që mund të ketë të nevojshme trupi juaj. Karrotat janë të pasura me beta-karoten, fibra dhe antioksidant dhe kanë përfitime mbreslënëse shëndetësore. Konsumi i tyre si një snak është një zgjidhje e zgjuar që ju siguron fibra të mjaftueshme, kur konsumohet në formën e lëngut kanë më shumë vitamina dhe minerale. Pra le të shohim se çfarë i ofron trupit tuaj lëngu dhe konsumi i karrotave. Shikim më të fortë. Beta-karoten është një antioksidant që rrit ndjeshëm shikimin. Ka gjithashtu vitaminën A dhe nëse e kaloni pjesën më të madhe të ditës para ekranit, merrni një gotë me lëng karrote, 100 gramës është e mjaftueshme për të marrë përfitimet e saj. Forcon sistemin imunitar. Beta-karoten është i nevojshëm për shikimin, është i rëndësishëm për sistemin imunitar, sepse ndihmon trupin të mbrohet nga viruset e dëmshme, në të njëjtën kohë redukton inflamacionin. Lëngu i karrotës është i mirë për shëndetin e lëkurës. Nëse po kërkoni një mënyrë natyrale për të pasur lëkurë më të shëndetshme, ndaloni së kërkuari. Lëngu i karrotës ka antioksidant dhe vitaminën C, një kombinim i cili bën mrekulli. Lëkura mbrohet nga radikalet e lira që janë të dëmshme për qelizat dhe vitamina C që rrit prodhimin e kolagjenit natyral. Lëkura rinon dhe elasticiteti i saj do të jetë më i mirë. Redukton problemet e gjirit. Një analizë e bërë 10 studimeve të ndryshme zbuloi një lidhje midis konsumit të shpeshtë të lëngut të karrotës dhe një rreziku të reduktuar të problemeve të gjirit. Studiuesit tregojnë se kjo është për shkak të elementeve që ajo përmban. Lëngu i karrotës është shumë i mirë për shëndetin e zemrës. Antioksidantët janë gjithashtu të mirë për sistemin kardiovaskular. Ulëntimet kanë treguar se lëngu i karrotës çon një qarkullim më të mirë të gjakut, pra është një zgjidhje e mirë dhe një pije para stërvitjes, sepse ju lejon të merrni frymë më lirisht. Lëngu i karrotës është gjithashtu një zgjidhje mjaft e mirë për shëndetin tuaj. Arsyet pse duhet të pini lëng karrote mund të jenë nga më të ndryshmet dhe nuk ndalen vetëm te shëndeti i syve. Sipas ekspertëve, të njëjtët antioksidantë që mbrojnë syt mund të zvogëlojnë gjithashtu rrezikun e disa problemeve të shëndetit. Konsumi i perimeve dhe konsumi i lëngut të karrotës mund të zvogëlojë rrezikun e problemeve të gojës, ezofagut, mushkërive ose stomakut. Ky lëng është një zgjidhje e shkëlqyer për të pirë gjatë shtatzanies, pasi kalciumi, acidi folik, magnezi dhe kaliumi dhe vitamina A ndihmojnë në një fetus në rritje të bëhet më i fortë. Vitamina C gjithashtu forcon sistemin imun dhe kaliumi ndihmon në ruajtjen e shëndetit të mirë të zemrës. Lëngu i karrotës madje mund të zvogëlojë rrezikun e sëmundjeve të Alzheimerit. Është gjithashtu shumë i rëndësishëm për trupin. Theksohet se lëngu i karrotës përmban fibra minerale dhe nuk do ju mbajë të ngopur për një kohë më të gjatë. Për të shijuar më shumë lëngun e karrotës mund ta përfshini edhe me lëngun e mollës dhe mjalt për të marrë vlera të dyfishta. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.